Vrau gruan e tij, pastaj ndërtoi një alibi me një kallëzim të re. Prokuroria Themelore Publike e Shkupit lëshoi urdhër për të zhvilluar një procedurë hetimore kundër një burri 51 vjeçar, për të cilin ekziston dyshimi i arsyeshëm se ka kryer një vepër penale vrasje. Nga prokuroria thonë se më 25 qershor, në zonën e fshatit Letevci, gjatë kryerjes së dhunës në familje, ai me dashje i mori jetën gruas së tij. Në mbrëmje, i dyshuari e mori gruan nga vendi i saj punës me makinë, e çoi në një zonë të vështirë për t'u aksesuar, ku e sulmoi fizikisht. Ai i shtypi qafën fort me një pjesë të trupit të tij, ndërsa njëkohësisht i mbajti gojën dhe hundën të mbyllura në mënyrë që ajo të mos merrte frym. Siç thuhet nga prokuroria, viktima rezistoi dhe u mbrojt, por ajo nuk mundi të çlirohej dhe u mbyt dhe vdiq në vend. I dyshuari e fshehu trupin e saj dhe të nesërmen e raportoi të zhdukur në polici. I dyshuari e fshehu trupin e saj në degë midis pemëve dhe të nesërmen e raportoi zhdukjen e gruas së tij në polici. Më 27 qershor, ai u tha 3 të njohurve se e dinte se ku ndodhej gruaja, sepse ajo ishte shfaqur në ëndër dhe i kishte thënë se ku të shkonte për të shpëtuar. Të gjithë shkuan me makinë në vendin ku kishin vënë re trupin e gruas dhe raportuan në polici. Ndërkaq, prokuroria publike vlerësoi se në këtë rast të veçantë kishte rrethana që tregonin rrezik arratisjeje, mundësinë që i dyshuari të pengonte procedurën penale duke ndikuar tek dëshmitarët, si dhe rrethana që justifikojnë frikën se ai mund të kryente një krim të ri. Përveç kësaj, prokuroria mori në konsiderat në veçanti llojin dhe peshën e krimit, si dhe mënyrën e ekzekutimit të tij, e cila përfshin një periudhë të mëparshme planifikimi, por edhe një periudhë kohore pas ngjarjes në të cilën i dyshuari fshehu trupin e palës së dëmtuar, duke krijuar njëkohësisht një imazh të rremtë të një bashkëshorti të shqetësuar, i cili merr pjesë aktive në kërkimin e saj dhe duke u përpjekur të krijojë një alibi për të shmangur ndjekjen penale. Për këto arsye, prokurori publik i paraqiti një propozim gjyqtarit të procedurës paraprake të Gjykatës Themelore Penale në Shkup për caktimin e një mase paraburgimi, tha zyra e prokurorit publik në një deklaratë.